Dedikimin ngrohtë prindërve ka bërë që ish banorja Loredana Brati të përlotët në mes të ditës. Bukurosha ka ndarë me ndikësit e saj në Instagram një imazh të bisedës që ka pranuar nga nëna e saj. Në këtë mesazh nëna Loredana si dedikon fjalë plot krenari për rritjen dhe pjekurinë e saj. Tani e bërë e rritur, ke mësuar të jetosh në mënyrën tënde dhe të përballesh me të panjohurën me guximin tënd. Shkruan ndër të tjera në tekst, duke kujtuar asaj se edhe pse nuk mund të jetë pranë saj në çdo çast, dashuria e nënës e mbron si drita e syve. Mëtej nëna ka përcjellë dhe lutjet me të mira dhe të sinqerta për rrugtimin e së bijës, duke kërkuar që Zoti ta udhëzojë në çdo hap dhe të mbrojë nga çdo rrezik. Për mbi foton e bisedës, Loredana ka vendosur një mbishkrim që tregon qartë se sa shumë e ka prekur ky gest. Si mbahen lotët në këto raste? Pyeti ajo publikisht, duke zbuluar se fjalët e nënës e kanë përlotur plotësisht. Kushtuar bijes time, tani mi e bërë e rritur. Ke mësuar të jetosh në mënyrën tënde dhe të përballesh me të panjohurën me guximin tënd. Edhe pse nuk mund të jem pranë teje në çdo çast, dashuria ime të mbron si drita e yjeve. Edhe aty ku ti nuk mund të shohësh, ti je për herë mendimi im më i çmuar dhe lutem për ty. Çfarëdo vështirësie që të hasësh, Zoti qoftë gjithmonë me ty, kudo që të shkosh. Zoti udhëzoft hapat e tu dhe të mbrojt nga çdo rrezik. Shkruaj në mesazhin që nëna i kishte dërguar Loredanës. Na do të rikujtojmë se Loredana Brati u bë e njohur në shtëpinë të famshme në Shqipëri, aty ku niste edhe një lidhje dashurie me Joz Markun, lidhje e cila përfundoi sapo përfundoi dhe spektakli. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.